Ben Çeku në këto momente të flasi për luftën midis Izraelit dhe Iranit, në fakt, se sa kandidatin për kandidat. Patjetër. Në fakt, më mirë do ishte të flisim për paqe, se sa për luftën, megjithatë kjo është e pashmangshme dhe normalisht që në këtë situatë ku ndodhemi ne edhe si shtet, po edhe si kombë, duhet ta lexojmë në një mënyrë tjetër, sepse në fundit ne do të shikojmë interesat tona kombëtare. Dhe para se të flas për zhvillimet e fundit, më them që të gjithë duhet të kemi në vëmendje interesin tonë kombëtar, i cili nuk mund të them që është një pikë pyetje, por duhet ta rishikojmë në një këndvështrim të ri, gjeopolitik, gjeostrategjik, dhe më vjen keq ta them, por në një farë mënyrë na ka gjetur të papërgatitur e gjithë kjo që po ndodh rreth nesh. Qoftë vatra... Ka gjithë pa përgatitur? Besoj që po. Në aspektin diplomatik, politik, apo në aspektin ushtarak? Bëj të gjitha së bashku. Të gjitha së bashku. Sepse neve nuk kemi një platformë të qartë. Egoja për pushtet, lufta për pushtet, ka qenë më e madhe se sa lufta për shtet. Dhe neve... Lufta për pushtet është më e madhe se sa lufta për shtet. Se sa lufta për shtet. Po, edhe kjo për fat të keq në gjanë si në Shqipëri dhe në Kosovë. Ju e shikoni se sa herë dështon Kuvendi i Kosovës për të zgjedhur një kryetar. Unë para disa ditësh bëra një mesazh në Facebook për, thash, vdiq papa, pati kohë u zëvendësu tjetri i riu, dhe gjithë kishat e morën vesh kush është papa i ri, kurse në Kosovë u bën zgjedhjet para se të vdiste papa, dhe akoma nuk ka mundësi të zgjedhë një kryetar kuvendi. Zoti Çeku, sa e bukur ka. Ti thua i mirë Zoti Çeku, do thonë nuk e di, më largon, po jo, Beni sinqerisht ta them, do më largon se si më duket të them Zoti Çeku. Jo, flas. Ne do t'i marrim me radhë. Tani në fillim me luftën izraelito-iraniane. Tani çfarë po ndodh atje? Pse ishte kjo? Do thënë ky sulmi i Izraelit dhe tani kundërpërgjigja dhe kundërpërgjigja ndaj kundërpërgjigjes. Shiko, nuk është një rastësi, nuk është një rrofe në qiell të hapur. Konflikti ka qenë gjithmonë prapa perdës. Aty ka qenë. Lufta për dominancë ka qenë shumë e madhe. Irani ka udhëhequr gjithë atë aksin e djallit që përmendi presidenti Bush, nëse u kujtohet. Po, shumë e bukur. Aksi i djallit ishte Rusi, ishte Irani, Iraku, Siria, atëherë edhe Kina, sigurisht, edhe Kina. Dhe Irani është nga ato shtete që ka udhëhequr gjithmonë në propagandë, në aksione ushtarake, në përgatitje, koalicioni, nëse mund ta konsiderojmë këtu, koalicioni gjithë grupeve ose shteteve anti-izraelite, me idenë që Izraeli duhet të zhduket nga lindja e mesme, pra të zhbëhet. Të zhbëhet si shtet. Të zhbëhet si shtet, sepse gjithmonë është parë si kërcënim për gjitha vendet që rrethojnë Izraelin. Po? Dhe Irani me programet e mbushjes bërthamore, me të gjitha lëvizjet subversive, me luftën ekonomike sigurisht, në të gjitha rastet është përpjekur që ta shmang Izraelin dhe ta bëjë një shtet të pa rëndësishëm. Dhe në fakt edhe më përpara ka patur rivalitete midis Iranit edhe Izraelit. Madje ftoj për të lexuar disa dokumenta ose botime që tregojnë se kur Irani është afruar në një aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk e ka parë me simpati këtë gjë. Dhe ka patur gjithmonë në prapavi, gjithmonë një rivalitet për miqësinë amerikane. Pyetje, Çeku, kur ishte në kulmin e luftës në rripin e Gazës, i këputi dhe një sulm Iranit. Ore, nuk po i dilte Izraelit kjo? Kjo konflikt? Kjo është një pyetje djallëzore. Po, jo, është shumë miqësore, sepse realitetet flasin vetë. Kemi sulmin shumë preciz që bëri presidenti Trump kundër generalit të madh Suleiman në Iran, dhe pastaj kemi në vjushmëri disa aksione të Mossadit dhe organeve të sigurisë Izraelit, me precisionet e larta, ju kujtohet ato me biper, apo sulme të tjera, pra nuk është se kanë munguar edhe më përpara këto paralajmërime. Po ka qenë fragmentare. Po ka qenë fragmentare dhe kanë qenë paralajmëruese, sepse Irani tentonte që të
në grupet në gjirin e Hormuzit edhe në vendet të tjera është përpjekur që jo thjesht të financoj këto grupe, por të ndërtoj teknologjinë ushtarake anti-amerikane, anti-izraelite në këto grupe. Për shumë grupi Huti, që janë këto që merrin peng anijet, të gjitha këto nuk ishin vetëm thjesht më eksportime të armatimeve, por ata kishin përgatitur qendrat e tyre në këto vende dhe përgatisin që të kishte një sulm frontal kundër Izraelit. Pra, me gjithë skepticizmin apo me gjithë kritikat që mund t'jenë për disa qasje të kryeministrit Netanyahu, në thelb Izraeli është në një përpjekje mbijetese, themi, sepse të gjitha përpjekjet kanë qenë bërë që Izraeli të zhbëhet edhe përpjekjet e Iranit. Dhe jo vetëm të Iranit. Jo vetëm të Iranit, tani do të jemi realist. Në lindjen e mesme në tërësi ka një propagandë antisemite dhe ka edhe aksione sigurisht antisemite, po Izraeli për shkak të teknologjisë së lartë, për shkak të mbështetjes amerikane edhe të mbështetjes së botës perëndimore, ka mundur të mbijetojë dhe të qëndrojë. Ndoshta ky konflikt mund të ishte trajtuar një mënyrë tjetër, por gjithsesi do vinim tek një përplasje Iran-Izrael. Mjafton të shohim kronikat më përpashme, analizat që janë bërë më përpara, të gjithë e kanë anatemuar dhe kanë paralajmëruar si një rrezik të përplasjes Iran-Izrael. Dhe jemi sot këtu ku jemi, që jemi në një konfrontim ushtarak dhe në të gjitha frontet mes Iranit dhe Izraelit. Tani, do të pyes përsëri për Iranin dhe Izraelin, por konflikt Iran-Izrael, konflikt Izrael ripi Gazës, konflikt Ukrainë me Rusi, para konflikt dhe presidenti Trump e tha që kam shuar një konflikt mes Kosovës edhe Serbisë. Jemi në prag të luftës së tretë botërore, Çeku? Shiko, mos presim që do të ketë një luftë të tretë, siç ishte lufta e dytë botërore frontale. Pra lufta që po përjetojmë sot është ajo që pak a shumë Huntington e ka parashikuar dhe në përplasjen e civilizimeve. Nëse do ishim të vëmendshëm, aty ka shumë gjëra të cilat sot i shohim të realizuar. Do të thënë duke thënë që profesori i Harvardit e parashikoi dhe doli. Jo vetëm ai, po ka edhe vetë organet e tjera të sigurisë amerikane dhe europiane, edhe NATO vetë ka parashikuar që do ketë vatra të tilla konfliktesh. Ti je duke thënë që do mbeten vetëm vatra? Vatra. Nuk do ketë luftë të tretë botërore. Në tërësi do t'jenë vatra dhe po ta vini re, të gjitha sulmet janë me një precizion shumë të lartë. Pra nuk kemi ato dëmtimet e mëdha fizike siç ishin në luftën e dytë botërore, por janë konflikte të lokalizuar. Nuk ka më luftë frontale si dikur. Lufta po shkon gjithnjë më shumë drejt një teknologjie të lartë, një niveli të lartë, edhe të përdorimit të ushtrisë. Do të pyes edhe për pozicionin e shqiptarëve ndaj Izraelit dhe nga Iranit, por Çeku, mua më ka bërë përshtypje kjo, si ka mundësi izraelitët që janë populli më i diskriminuar dhe ndaj të cilit është ushtruar genocidi më i madh të paktën në 200-300 vitet e fundit. Ai armen ka një krahasim, po përsëri nuk krahasohet se 6 milionë të vrarë gjatë luftës së dytë botërore është një shifër, domethënë ekstra egzageruar. Arrit të bëj genocid ndaj atyre fëmijëve dhe të bëj kryevrasje në rripin e Gazës, këtë se kam kuptuar. Sigurisht është e dënueshme. Dhuna ndaj civileve është e dënueshme. Absolutisht askush nuk e pranon këtë gjë. Përse përket genocidit, përveç luftës së dytë botërore, harrohet të shtohet që një persekucion të jashtëzakonshëm kanë patur edhe në regjimin e Stalinit hebrejt. Pra ka patur një segregacion edhe gjatë periudhës së komunizmit. Pavarësisht se një pjesë e tyre, ju e dini se jeni historian, keni studiuar, një pjesë e madhe e tyre ishin edhe antarë të strukturave drejtuese në Bashkimin Sovjetik, po një pjesë e madhe kanë përjetuar persekucion. Konfliktet kundër civilëve të pambrojtur janë të dënueshme dhe si ka mundësi, pse arriti deri? Askush nuk pajtohet. Mendoj se secili do të mbajë përgjegjësinë e tij për këtë gjëra. Ne tani po flasim për një çështje që lidhet me një agresor shumë më të madh siç është Irani. Pra kemi një konflikt me Iranin,
kurse pjesa e Hamas, i cili ka manipuluar në fakt, ka keq përdorur mbrojtjen popullore. Dhe unë mund them që ajo çfarë ka ndodhur në rripin e Gazës është edhe pasojë e një korrupsioni moral dhe politik të disa qeverive të lindjes së mesme, të cilat kanë përdorur Palestinën dhe çështjen palestineze për beneficione politike dhe asnjëherë nuk janë investuar për një paqe të vërtetë midis Izraelit dhe palestinezëve, dhe nuk është se kanë investuar në rripin e Gazës. Si se bëri Arafati i mbetet Arafati bëri një përpjekje të vonuar, ju e dini shumë mirë, me Yitzhak Rabin. Ai duhet ta kishte dhënë dhe me Clinton shkoi me vonesë, edhe ajo që nënshkrua me vonesë, edhe çej pa aftë për ta zbatuar. Lëndi janë shumë faktorë në jo thjesht gjeografikisht, por se ai Arafati ka qenë në Shqipëri, është stërvitur këtu. Për gjithë ata që nuk është i vetmi. Se kush është tjetër? Po kemi patur edhe Mugabe në ca tjerë. Edhe Mugabe ka qenë. Po kanë qenë në shkolla e partisë edhe në shkolla e partisë Mugabe. Ka qenë Abdi Baletën. Kush? Mund të pyesësh Abdi Baletën, ka qenë Abdi Baletën. Jo, për Yasser Arafatin, do të thënë, pra ata që na ndjekin, duhet të themi dy fjalë që ka qenë në Shqipëri, mund ta tregos si histori. Dhe stërvitur. Janë stërvitur, sepse atëherë Shqipëria ishte fanar ndriçues edhe në të gjitha këto organizatet. Ne kemi strehuar terrorist? Shiko, edhe këto grupet marksist-leniniste që FARC, që është në Kolumbi, që janë organizata sot kriminale të lidhur me drogën e tjerë, i kemi patur, i kemi stërvitur dhe për këtë mund të flasin ekspert i sigurimit, sepse... Po pse nuk ishte një deklaratë çeku nga organizma ndërkombëtar që Shqipëria strehon terrorizëm për shembull? Pse nuk ishte? E di pse, sepse ne dukeshim shumë të mëdhej, po ishim shumë të vegjël, ne ishim nën kontroll. Paka shumë dieshin kush vinin e kush shiknin. Dhe është për të ardhur keq, janë bërë gjitha ato shpenzime për asgjë. Janë bërë shpenzime? Po sigurisht që janë bërë shpenzime. Sa qëndroi Arafati këtu? Sepse vetëm për të sjellë një marksist-leninist nga Kolumbia ose nga ato vendet e izoluara, po për të dhënë një intervistë në Radio Tirana, bësh një shpenzime të mëdha. Po ty në arkivat e Ministrisë së Jashtme do të shikosh se sa lekë janë shpenzuar për të sjellë një marksist. Po Arafati sa ka qëndruar këtu? Nuk e di, po ka ardhur disa periudha. Ka ardhur disa herë? Ka ardhur disa periudha, plus që ka patur edhe përfaqësues të vetët. Se këtu ka qenë dhe Che Guevara? Tani, unë nuk do të hyj këtu në një bazë historik, sepse nëse do ta kishim bërë si temë këtë, do të kisha përgatitur edhe shumë gjëra. Do kemi rast, do të ftoj përsëri, po rrim përsëri te linja mesme, te konflikti midis Izraelit, se ato nuk janë dhe shtete kufitare, dhe kjo është e habitshme, precizioni është kështu, atje ku tani të gjithë aty janë kundër Izraelit. Të flasim realisht, janë shumë dekada që është bërë kjo propagandë, dhe ne vetë gjatë periudhës së komunizmit jemi edukuar për ta parë me shumë simpati organizatën për qlirimin e Palestinës dhe kemi pa me antipati dhe me neveri qeverinë izraelite, të cilin e kemi parë si qeveri sioniste e kemi quajtur. Po, sioniste. Dhe e kemi parë sionistët izraelitë. Sionistët izraelitë e kemi parë si agresor, dhe kjo është lëndi ajo që ne për 50 vite kemi fshehur një fakt historik të mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri. Dhe kjo kaloi si merit tek jugosllavët, të cilin Tito e përdori për beneficionet e veta dhe për një afrim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po të vini re, në atë periudhë Tito përdori dy karta. Këtë kartë, sepse një pjesë e shqiptarëve mbrojtën hebrejt edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, është fakt që shumë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut janë bërë stre për hebrejt, ka libra, ka botime. Dhe e dyta, përdori dhe kartën islamike. Pra, duke përdorur shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë së Veriut, por edhe të Bosnjës, bosnjakët, Tito vendosi marrëdhënie me gjithë lindjen e mesme dhe bëri atë që e shfrytëzoi si kryetari i grupit të paangazhuarve. Tani ne që kemi mbrojtur hebrejt dhe ne që tani e kuptojmë që çfarë gomalliku kemi bërë në ato 50 vite. Tani, si ka mundësi që kur shikojnë në rrjetet sociale çeku janë kundër izraelitëve? Është e vërtetë, Lani. Varet se si e lexon një konflikt. Ka qytetarë që e lexojnë në rrafshin religjioz, në rrafshin fetar. Dhe ju duket si një përplasje midis hebrejve dhe muslimanëve. Disa të tjerë e shohin si një përplasje të shteteve, disa të tjerë e shohin si përplasje mes një shteti që shtyp të pambrojturit.
varet se nga cili këndvështrim dhe mos harrojmë edhe një gjë. Ajo që quhet lufta hibride kibernetike edhe mediatike që vjen nga influencat e huaja, në fund të fundit ato e bëjnë të veten nëpërmjet postimeve që bëjnë dhe të gjitha manipulimeve që bëhen. Realisht do doja që qeveria shqiptare, institucionet shqiptare që janë më të informuar se sa ne të mbajnë qëndrimet e tyre, edhe klasa politike, edhe politikanet duhet të mbajnë qëndrimet e tyre, nuk duhet ne duhet i themi ato që mendojnë. Si kemi qëndri tani? Ti si diplomat, si e vlerëson këtë? Në përgjithësi kemi një lloj konformizmi dhe se nuk jemi të qartë? Nuk jemi të drejtë për drejtë. Për shembull, nuk shoh politikan që marrin riskun për të vërtetën që mendojnë. Pra, në tryeza private flasin ndryshe, në tryeza publike, në mediatike flasin ndryshe. Pra, flasin atë që duan të dëgjojnë të tjerët, ndoshta që janë më të fuqishëm ose që ne kemi marrëdhënie me ta, por në anën tjetër pastaj flasin kështu. Ne duhet kemi një qëndrim të qartë, dhe ajo që thash në fillim, ne duhet të përgatitemi për gjitha këto sfida, sepse në fundit duhet kemi një përgjigje për çdo pyetje. Pra, këto pyetje që mi bën mua, i bën edhe kryeministit Shqipërisë, presidentit Shqipërisë, edhe drejtuesve të tjerë institucioneve shtetërore, por edhe partive politike dhe opozitës. Pra, të gjithë duhet kemi një qëndrim. Ore, çfarë mendojmë ne për këtë që ndodh? Pra, nuk kemi qëndrime zyrtare, të themi. Të qarta, të drejtë për drejta. Plus, vje keq edhe unë jam pjesë e grupit të instituteve të pavarura, por nuk jemi aq proaktiv për të mbledhur dhe për të debatuar mes nesh. Besoj jeni në atë të Këshillin Ambasadorëve? Jemi, po heshtim, në një farë mënyrë nuk e se kemi. Edhe ju që keni bërë si Ministria e Jashtme nr. 2. Është kompleksi, është kostumi që të mban ende, duket sikur e ke atë. Madje ishim në një takim para disa vitesh me një president edhe me një president në Shqipëri dhe Këshilli i Ambasadorëve. Po, dhe disa kolegë të mi po e shikonin atë sikur ai do të jepte mandatin, dekretin për ambasador. Dhe u thash, kolegë, thash, ne kemi dalë në pension, nuk do presidenti ka nevojë që ne të japim mendime të qarta këtu dhe të pa kompleksuar, ta ndihmojmë me ato që mendojmë ne. Dhe shpeshherë ne Landi nuk shkëputemi dot nga kompleksi. Vinte ajo që quhet konflikt, por që zoti Trump e tha që unë e shmanga midis Kosovës dhe Serbisë. Ke qenë ambasador në Prishtinë. Në çfarë momenti është Kosova sot, se kur thonë Kosova është një hap përpara Shqipërisë në drejtim të zgjedhjeve, mua vjen për të qeshur. Jo, mos qesh, do të themi të vërtetën që kur voton populli, janë model. Kur i merr dorë pastaj institucionet për ta menaxhuar atë votën, e bëjnë katastrofë, më keq se ne. Kështu që në një farë mënyre jo për pjesë kështu, jo xhelozie, se kjo nuk ka vlen për xhelozi, po 32 mos gaboj, jo 32 seanca? 32. Po kush po i numëron thuaj? Çfarë vlerë ka? Tani ja 42, ja 52. Edhe 132. Shiko, është krijuar precedenti që mund të shkohet edhe në 332. Sepse si thaj, 33 trekungull tha nuk i mbet. 33 tha, 333 mund të mbash. Tani të gjithë po lexojnë zgjedhjet lokale. Domethënë gara është për pushtetin lokal. Vetvendosja kërkon të rimarrë disa bashki. Lidhja Demokratike kërkon të mbajë ato që ka PDK-ja po ashtu, pra në një farë mënyre interesi personal. Interesi është për zgjedhjet lokale dhe është për të ardhur keq kur shikon se në çfarë sfidash është Kosova. Po pra, po, kjo është. Dhe nuk mblidhen për të diskutuar për të thënë dëgjoj, do ta lëm një herë punën e pushtetit anash. Sepse Kosova dhe politikanët e Kosovës kanë treguar që dinë dhe të bashkohen, të kenë edhe seriozitet. Pse nuk e bëjnë këtë gjë? Shiko, më vi keq, po zoti Kurti që ka pushtetin më të madh dhe është një politikan i ditur, nuk është një njeri i paditur, është intelektual i formuar. Por fat keq ende nuk është shkëputur nga disa komplekse lidhur me rëndësinë e pushtetit. Pra nuk të kalojnë vetëm për të pa shtetin, për shohin ende pushtetin. Pra nuk ka njerëz që bëjnë një hap mbrapa për hir të kombit. Shiko, më gjen një politikan që për hir të interesave kombëtare ose për interesave të partisë vetë, ku di unë, thot unë do të tërhiqem, sepse në fundit Shqipëria ose Kosova nuk mbahet me me. Po, është tërhequr, sigurisht është tërhequr dhe tha, jo, thënë lapidar, ne japim pushtet tha për të bërë shtet.
Pikërisht. Po kjo duhet. Ky duhet të ishte modeli që duhet të thishte këtu edhe atje. E në Kosovë, shiko tani, që ndodh. Çfarë rrezikojmë tani për Kosovën? Nuk është se rrezikojnë një gjë të madhe, po çfarë mund të fitonte Kosova nga konflikti? Askush nuk e shtrok këtë pyetje. Se a mund të fitonte Kosova nga konflikti? Po sigurisht që po. Çfarë? Sepse do shkojnë në bisedime Trump dhe Putin, ose po bëjnë bisedime për çështjen e Ukrainës, i kërkon ai Krimen. Juve ju kujtohet që Putin thoshte, më njihni Krimen, unë do njoh Kosovën.